në funksion të këtyre premtimeve surrealiste? Pa diskutim, ka lindur nevoja që të ketë grush, jo një shpull, për arsye se për 12 vjetë Rama ka krijuar një regjim i cili në një farë mënyre ka bashkëpunuar me krimin e organizuar. Shtypi perëndimor gjithmonë ka insistuar që sidomos në autokracitë e Ballkanit ku përfshihet Shqipëria dhe Serbia nuk dihet kush udhëheq, është mafia, bandokracia apo janë regjimet që janë në pushtet. Domethënë është krijuar një ndjesi e cila deri tani është përpunuar nga klientelizmi i kryeministrit shqiptar, i cili në qoftë se nuk bie dakord, bën të mundur që me mundësitë e tij, me ofrimet që i bën si në planin klientelist të pranimit të çdo gjëje, që duke kthyer Shqipërinë në një grop të madhe septike për të bërë ato gjëra që janë të pamundshme për demokracinë perëndimore, që kundërshtohen prej opinionit publik e tjera, i kthen dhe i pranon në mënyrë personale në Shqipëri, duke ju dhënë leverage, kur i thonë atyre udhëheqësve për të zgjidhur çështjet e momentit. Duhet kemi parasysh që ka arritur një moment që Rama po e kupton që është jashtë asaj dëshirës popullore. Domethënë është një regjim autokratik që i ka kaluar të gjitha përmasat. E thotë edhe dokumentari në fjalë, e ka cilësuar shtet autoritar përpos klaneve mafioze apo tjera, por përmendet për të disa të herë, të paktën brenda këtij viti të fundit, autoritarizmi në Shqipëri. Po gjithë pranohet nga media ndërkombëtare. Edhe duhet të them edhe diçka, edhe sot para se të vija, po më thoshin, domethënë mediat më serioze dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që gjithë fushata elektorale nuk prezanton asnjë, ne po e ndjejmë këtu që ai s'ka çfarë të thotë për 12 vjet që ka ushtruar pushtetin e tij, nuk ka asnjë program për të ardhmen. Ka bler influencën për të qenë i pranishëm, duke gënjur popullin e tij për të thënë që unë kam një projekt europian, gjë që nuk varet jo vetëm prej tij, por ai nuk bën të mundur dot që Shqipëria të vlerësohet në meritokracinë si çdo shtet tjetër që do të bëhet pjesë e familjes europiane. Dhe vetë amerikanët po thonë që pjesë e fushatës elektorale për të është që minimalisht po kërkon të blej influencë që mos demaskohet si regjim. Këtu do dal pak më vonë, sepse dua të pyes drejt për drejt edhe në raport me strategjistin e fushatës, dhe natyrisht Shtetet Bashkuara të Amerikës një lloj rilevancë